Një punonjës i forcave operacionale pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ka denoncuar në redaksin tonë vonesat e vazhdueshme në pagesat e dietave dhe orëve jashtë orarit. Sipas qytetarit, prej gati 2 muajsh, asnjë nga shpërblimet që u takojnë nuk është likviduar, pavarësisht kushteve të vështira në të cilat operojnë çdo ditë. Denoncuesi tregon se forcat operative përballen me një ngarkesë të jashtëzakonshme fizike dhe emocionale, duke nisur që herët në mëngjes dhe pa një orar të përcaktuar kthimi në shtëpi. Punonjësit shoqërojnë të dënuarit në të gjithë burgjet e vendit, përballen me rreziqe të përditshme dhe ndihen të braktisur nga struktura drejtuese, të cilat nuk kanë mbajtur as premtimet për rritjen e shpërblimit për vështirësi në punë. Përshëndetje, jam punonjës policie i forcave operacionale drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Kemi pothuajse 2 muaj që nuk po marrim dietat, ka dishmërinë. Na ka premtuar se do na rrisin vështirësinë, po torturohemi gjithë ditën që na ka dhënë Zoti. Dalim në mëngjes herët dhe nuk e dim kur kthehemi. Nuk po shohim as fëmijët. Riskun e rrezikut e kemi të lartë, se shoqërojmë të dënuarit në të gjithë burgjet e Shqipërisë dhe nuk na vlerësojnë sa duhet. Zoti kryeministër duhet që të ketë një konsult me ministrin e drejtësisë për tokën tonë nga çdo aspekt. Të paktën të na vlerësojnë djersën që po derdhim çdo ditë. E në fund lekët po na i vonojnë, dietat po, oraret jashtë orarit po, nuk po dim ku të përplasemi e të ankohemi. Ju lutem shumë që ta postoni që të paktën kryeministri ta shohë këtë problem që po hasim. Shpresoj shumë që të bëhet diçka, shkruan qytetari. Qytetari i drejtohet kryeministrit Rama për të ndërhyrë personalisht në zgjidhjen e këtij problemi në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë me drejtues Ulsi Manjan dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Klevis Qose. Sipas denoncuesit, është koha që kjo tokë e rëndësishme e sistemit të marrë vlerësimin dhe mbështetjen e merituar në përputhje me sakrificën dhe përkushtimin që tregon çdo punonjës në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve.